Përshëndetje dëgjues të Radio Kosovës dhe mirë se po takojmë sërish me mua Meleku në emisionin për ju fëmijë. Sot kemi një të ftuar të veçantë, Tuana Plakiqi, një vajzë 17 vjeçare për me një eksperiencë shumë të madhe në aktrim. Ajo është një vajzë që e don shumë aktrimin, e përveç aktrimit, ajo ka dhe hobi të tjera, si baletin, këndimin, moderimin e shumë gjëra të tjera. Por për te i kësaj, për historinë më gjërësisht do të na tregoj edhe vetë ajo. Tuana, përshëndetje. Përshëndetje Melek, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të të kemi sot këtu me ne. Tani dua që të njohim edhe më shumë pra Tuanën edhe jashtë kamerave të aktrimit. Na trego më shumë për veten Tuana. Siç e thatë edhe më herët, unë jam Tuana Plakiqi, një vajzë 13 vjeçare që e ka shumë për qejfi botën e artit, edhe mundohem që çdo herë të bëj ato që dua dhe gjithmonë të jem e angazhuar me punë që e dua. Pra Tuana, ti e don shumë botën e aktrimit dhe hobit e tua të cilat ti i bën ato dhe her pas here. Tuana, nëse do ta përshkruaje veten tënde me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Atëherë, unë me 3 fjalë do ta përshkruaja veten si shumë ambicioze, e talentuar edhe kisha mujt më thonë aktore. Aktore, pra, Po. për shkak se ti ke luajtur edhe në filma, seriale e të tjera. Po. Kur e ke kuptuar për herë të parë se e don edhe aktrimin? Atëherë që në moshë të vogël, kisha mujt më thonë të mosha 4 ose 5 vjeçare, fillova me i shiku shumë serialet edhe e morra një pjesë shumë të veçantë në zemrën time edhe thash një ditë për ditëve ku më thonë edhe unë du më bo si qita aktor. Edhe fillova me aktru, me imitu personazhet e ndryshme televizive, edhe me kalimin e kohës u përmirësova, i përforcova aftësitë e mia dhe arrita. E se ke shumë bukur këtë që the se ke filluar me imitu pra edhe aktor, por ndoshta në fund të emisionit do të na imitosh edhe këtë për neve dhe shikuesve të emisionit për ju fëmijë. Po, patjetër. Tuana, ne tashmë e dim se bota e aktrimit i ka kamerat, personazhet, tekstin e shumë të tjera. Për çfarë të tërheq edhe më së shumti tek kjo gjë? Çka më pëlqen më shumë të për aktrimin është emocione që e jep publikut. Pra, aktrimi është një gjë për te imagjinatës, pra që i jep edhe emocione publikut. E mban mend edhe personazhin e parë që e ke interpretuar, pra. Po, personazhi i parë që e kom interpretuar ka qenë Kusul Kuqja, një personazh që e kom imitu në shkollë, në program të shkollës. Tuana, tani është e pyetje shumë interesante. Çfarë ndodh me Tuanën pak para se të filloj pra skena teatrale ose skena e aktrimit? A je një tip i qetë apo fillon duke thënë se ku e kam tekstin tim? Jo, mundohem me qenë sa më e qetë, sepse nëse je e qetë normal gjithçka rrjedh shumë natyrshëm, edhe besoj që jam shumë e qetë. A të ka ndodhur ndonjëherë me harru edhe tekstin gjatë një aktrimit? Po. Çfarë ke bërë në ato momente? Më ka ndodhur shumë herë në fakt, po ndoshta e kam ndru pak tekstin, po apet sa apet ka dalë shumë natyrshëm. Pra, edhe nëse e ke harru, prapë ke gjetë atë rrugdalje Po. pra dhe ke bërë natyrshëm. A ka qenë ky një moment fani? Po, ka qenë. Nëse do të mund të luaje edhe një personazh nga një film ose nga një serial, cili do të ishte ai personazh? E kom pas shumë për zemër Republikën të Qokoshpia. Pra, ju ka do këtë Po, personazh? nëse do ishta më e madhe, besoj që do mund të arrija. Nëse ke interpretuar ndonjë personazh, cili të ka mejt veçanërisht në zemër? Më ka met personazhe që e kom imituar në film, ka qenë personazhe im që më ka met shumë për zemërsisht edhe e dua shumë. Pra, ke pasur një rol gjatë mirë dhe kryesor. Po. Pra ti ceke që ke marrë pjesë edhe në për filma edhe në për seriale, Po. më trego më shumë rreth tyre. Eksperienca tilla kom pas shumë herë. Seriali i parë që kom marrë pjesë ka qenë seriali me Gjylan. Serial shumë i njoftun edhe për mu ka qenë eksperienca e parë me seriale. Jom di veç shumë mirë jom di edhe e vlerësoj shumë. Ndërsa te bota e filmit kom marrë pjesë në filmin Tregimi pa emër. Ai ka qenë filmi i parë për mu edhe jom di shumë mirë, jam shumë mirë njohse që mu ka dhënë mundësia për me lujt atë film, edhe po. Tani ndoshta të vë pak në punë, por a mundesh me imitu rolin tënd që e ke pas tek seriali me Gjylen dhe në fund edhe tek seriali edhe tek filmi?
Të seriali me Gjylën, kam qenë vajza e luleve, nuk kom pas ndonjë rol shumë të rëndësishëm, vetëm kom pas me mbajt lulat edhe me buzëqesh. Por tek filmi, a mënesh me interpretu ndonjë pjesë? Po, të filmi e kom pas një pjesë ku ka qenë film i luftës në fakt edhe u konë pjesa shumë e frikshme muj me thonë. Ka qenë me polic serb edhe unë ju më kanë shumë e friksume, muj edhe me bo tash. Okej, nëse dëshirën, mundesh edhe me e bo. Okej, pa tjetër. A janë të ardhë? Nuk po du, nuk... Kjo ka qenë një pjesë të shkurtër. Toana, sa bukur që e bëre këtë interpretim. Çfarë ke mësuar edhe nga puna në një serial pra që nuk e ke ditur më parë? Atëherë, unë e thash edhe më herët, çdo eksperiencë për mu më ka mësu shumë, më ka përmirësu shumë këtë aspekt, edhe veç i ka rrit aftësitë e mia te puna e aktrimit. Pra dhe tek tregimi pa emër, si e ndjerë kur e ke kuptuar se e ke pas edhe rolin kryesor? Jo ndi jashtëzakonisht shumë mirë edhe u ko një privilegj shumë i madh që e kom pas mundësinë me lujt me një film t'il. Jo veç roli, po edhe kosti ekipa ka qenë shumë e mrekullueshme edhe i falenderoj jashtëzakonisht shumë. A ka qenë edhe pjesë pra emocionuese edhe kur bën, pra e ke edhe pjesën teatrale apo vetëm në aktrim pra? Zakonisht, para se me dal ose në teatr ose në film, ty e ki një botë komplet ndryshe. Po në momentin që hapën perdet e teatrit ose ndizet kamera, ti kalon me një botë këtë ndryshe. Edhe për atë arsye, mendoj që jam e mësume edhe është e lehtë tashmë për mu. Pra për derisa hapën perdet e teatrit, ti bësh me njëherë Toana aktoria. Po. Edhe të tekstin edhe... Po. Çfarë ndryshon pra ti kur kamera ndizet? Pra si që ti ka dhe më herë ta bësh me njëherë Toana aktoria? Po, varësisht për rolit, unë për vetë thom, unë nuk jam Toana, unë jam roli, jam personazhi. Cila është edhe pjesa më e vështirë për ty pra që ti e bën gjatë një filmi ose një seriali? Zakonisht, pjesët më të vështira janë ndrimi i theksit. Nuk është shumë e vështirë, po nga përditshmëria dallon shumë. Pra, ti e ke edhe ndërimin e theksit, pra që është pak më i vështirë. Po. Por pjesa më argëtuese? Pjesa më argëtuese është puna që kaloj edhe koha që e kaloj me ekipën, kostin. Zakonisht me çdo ekip që kam punuar janë kanë shumë të mrekullueshëm. Pra, kur flasim për argëtimin, a ka pasur ndonjë skenë ku ti duhet të ishe serioze, por ke filluar të qeshësh? Po, në fakt ka qenë në filmin e fundit, edhe ka qenë pjesa ku u duft normal me u friksu edhe me qajt. Po, ka ndodh një moment që mu më ka shti shumë me kesh, sepse ne jeni me kanë të mbylluna me një podrom. Edhe ajo vajza ka fillu me rashina, normal jemi kanë të gujume, edhe ajo vajza ka pas me thonë shi, edhe ka thonë uj. Edhe në atë moment unë kum pas me kajt, a muja kum fillu me qesh. Po, nuk është di shumë, e kom majt një balans, po apet e kemi këthy. Por, a ka dhe ndonjë moment tjetër, fani pra që të ka ndodhur gjatë një pjesë teatrale, ose ndonjë gjatë filmi apo seriale? Po, ka qenë pjesë teatrale, ku e kemi bo teatrin me kursin. E kemi ngatru një pjesë, edhe u duft me dalë për apasken masane, mja njës pjesa tjetër, edhe mu ka duk shumë fani. A ka ndonjë rol që do të doje të luaje tani dhe që nuk të është dhënë pra ende mundësia që ta luash? Besoj që për mu nuk ka, nështë për Toanën e vogël ka pas. Tani mendoj që çdo mundësi që të mu japët është një fillim i ri. Pra çdo hap pas hapi për ti arritur bajat. Po. Toana, nëse do ta kishe mundësinë për të zgjedhur një aktor apo ndonjë aktore të famshme për të luajtur bashkë, kush do të ishte ai ose ajo? Do të ishte Gresa Paloska. Me të vërtet është shumë inspirim për mu, edhe ka qenë gjithmonë, edhe e du shumë. Pra ajo është edhe aktoria juaj e preferuar. Po. Po të kishe mundësi dhe të marrje një këshill nga ndonjë aktore, çfarë këshilli do të doje që të marrje? Kisha dash me marrë këshillën që mos me u dorëzu asnjëherë, sepse shpesh herë dim që puna e aktrimit ka vështirësi shumë herë. E merr rolin apo se merr, kur mos me u dorëzu.
pra të jepe edhe një mesazh tepër të bukur dhe shumë përqyes. Tuana, edhe në fillim të këtij emisioni e ceka që ti përveç aktrimit ke edhe hobi të tjera siç është baleti, këndimi, modelimi e shumë të tjera. Tuana, si arrin ti të balancosh pra të gjitha këto? Atëherë, si e vogël, unë kom fillu me i bo gati pothuajse të gjitha. E mbaj mend, kom fillu mas pari me balet, e kom përfundu baletin 3 vite. Vallëzimi për mu gjithmonë e ka pas një vend veçantë në zemrën time edhe e ka gjithmonë. Edhe më ka pëlqy gjithë si hobi edhe vazhdoj me bo edhe sot e kësaj dite. A ke ndonjë pra hobi prej këtyreve që e konsideron edhe si rivalin e aktrimit? Po, Cili është ai? e kam pak vallëzimin, sepse nuk janë dy bota komplet ndryshme, po zakonisht nuk balancohen shumë mirë. Tuana, që sa vite ushtron balet dhe çfarë të ka mësuar baleti? Unë kam ushtru balet 3 vite, edhe baleti më ka mësu shumë taktikat ndryshme, lëvizjen e trupit, edhe gjithashtu është shumë i mirë për shëndetin. Tuana, ka ndonjë pra taktik të baletit që ti e bën tashmë edhe në shtëpi pa e kuptuar fare që i të e bën lëvizje? Zakonisht janë këto saltat të ndryshme, po edhe pozicioni plie, nuk e din që jetu e bo, po e bën, ose lëvizja e duarve në balet është shumë e natyrshme. Pra tani kemi edhe botën e aktrimit, botën e muzikës, të vallëzimit, modelimit e shumë të tjera. Për cila është për e vështirë të mësosh një koreografi apo të mësosh edhe një tekst të gjatë? Mendoj që të mësosh një koreografi është pak më e zorshme, me qenë se të mësosh tekstin e gjatë është pak më e lehtë, sepse hyn në botën e personazhet edhe nuk e ki aq të vështirë, të paktën nuk është për mu. A të pëlqen më shumë të jesh para publikut, pra në pjesë teatrale, apo të jesh edhe, domethënë, në incizimin e kamerave? Unë i preferoj dyat shumë, po zakonisht më e lehtë është me qenë në incizimin e kamerave, po edhe para publikut në teatr është një ndjenjë shumë e mirë, shumë e mrekullueshme. Çfarë ndjen kur dëgjon edhe duart rukitjet e publikut, pra kur ti e bën atë pjesën teatrale? Për mua është frymëzimi më i madh, edhe ajo më shtyn mu që mos me u dorëzu kur. Tuana, ke pasur ndonjë moment shumë emocionues dhe të zëshëm para se ta bësh për aktrimin, që ndonjëherë ja ke shtruar vetes tënde edhe pyetjen se pse duhet të mirësha me aktrim? Jo, nuk është që kom pas najherë, çdo punë e kom bo me shumë qejf, pavarësisht rolit nëse u kon i zorshëm apo jo, çdo punë edhe çdo rol e kom përfundu me qejf. Tuana, kur je duke përgatitur pra një personazh, si e kupton ti se si duhet të flas ai personazh apo edhe si duhet të sillet? Zakonisht bazohem në tekst, po gjithashtu kur kam ndonjë vështirësi, i pys edhe mësueset e aktrimit që i kom pas më herët edhe ato më ndihmojnë shumë. A mendon ti se do të ishte interesante që të luaje një rol që do të ishte krejtësisht e kundërta e Tuanës? Po, mendoj. Pra, ti e cek edhe më herët që kur ke ndonjë vështirësi ti i pyet edhe mësuesit tuaj të aktrimit, a të ndihmojnë shumë ato? Po, në fakt më kanë ndihmu shumë, edhe më ndihmojnë ende, edhe jam shumë falenderuese për to. Tuana, a ke kryer ti edhe kurse të ndryshme të aktrimit, nëse po, sa shumë të kanë ndihmuar? Po, unë i kom kry deri tashmë 2 kurse të aktrimit, njëna ka qenë kur kom qenë në klasë 4 në fakt, njëna ka qenë kur e kom fillu klasën e 7. Edhe më kanë ndihmu të jetë shumë për me i përforcu aftësitë e mia. Çfarë mendon se ke ndryshuar pas këtyre kurseve ti? Mendoj që i kom përforcu shumë aftësitë edhe kom kuptu që momenti që kamera ndizet, ti kalon në një botë ke tjetër. Cila është një gjë pra që ndonjëherë ti mendon se dëshiron shumë ta mësosh në aktrim? Mendoj që roli mos me të mbet shumë hatër. Si reagon pra Tuana, familja dhe shoqëria jote kur të shohin në televizion ose edhe në ndonjë pjesë teatrale? Ata janë përkrahasit e mi më të mëdha dhe jam shumë falenderuese që i kam një familje si ta. Tuana, a e ke menduar ndonjëherë që të bësh ndonjë pauzë pra të aktrimit dhe pra të rresh
pa aktrimin apo të thret skena gjithmonë? Mu më thret skena gjithmonë, edhe nëse nuk më thret skena, më thret zemra e madhe që e kam për aktrimin. Tuana, si aktore që je, nëse jeta jote do të ishte një film, si do ta titulloj atë? Atëherë, nëse jeta jam do të ishte një film, do ta titulloja Bota e zonave, sepse me të vërtet në jetën tem ka pas shumë mrekulli që ka ndodhur, edhe jo vetëm fal talentit tem, po edhe shumë fal njerëzve tjerë që më kanë ndihmu shumë. Nëse Tuana e vogël që të shihte ty sot, çfarë do të mendonte për veten e saj? Çfarë do t'i thoje ti asaj? Unë i kisha thonë e ke arrit qëllimin edhe bravo që s'je dorëzu kur. Po çfarë mendon ti se do të thoshte ty Tuana e vogël? A do të ishte shumë e kënaqur ku po të sheh duke arritur sot? Po edhe mendoj që më kish thonë nuk e kisha besu që kemi arrit që ka të shumë. Cila është ëndra jote më e madhe në botën e aktrimit? Ëndraja më e madhe në botën e aktrimit është që unë me punu sa ma shumë me këtë fush edhe në fund me ka në kënaqur me ato që e kom punu. Deri tani folëm për aktrimin, baletin e shumë gjëra të tjera, por lutem më trego pak edhe për këndimin. Këndimin e kom pas edhe kom ende pak për zemër, sepse gjithmonë ka momente të mërzitshme në jetë, unë e dëgjoj muzikën. Muzikën e kom shumë për zemër edhe e kom si terapi. Por përpos pra këndimit e kemi edhe modelimin. A mendon se bota e aktrimit përshtatet pra edhe me botën e modelimit, për shkak se janë pothuajse të dyja të ngjashme, kamerat, prapaskenat e shumë gjëra të tjera? Po, mendoj që puna e kamerave dhe xhirimeve janë pothuajse të ngjashme, por mendoj që aktrimi e ka një gjë më të veçantë që është teksti normal që mësohet edhe emocioni që e jep publikut. A të ka ndodhur ndonjëherë që të marrësh komplimente të ndryshme pra sa i përket se si ti i emocionon pra audiencën? Po më ka ndodhur shumë herë, zakonisht kur jam shfaq në shfaqje teatrale. Në balet, a dëshiron më shumë që të jesh në grup apo edhe vetëm pra që të bësh në një skenë? Për mu zakonisht puna në grup është më e mira, po edhe vetë mendoj që ja dal. Pra ty të pëlqejnë shumë këto gjëra. Tuana, për ta përmbyllur me një pyetje speciale, nëse do t'i kishe vetëm 10 sekonda për t'u thënë fëmijëve të tjerë pra që kanë ndonjë ëndër artistike, diçka që t'i motivoj dhe të mos dorëzohen, çfarë do t'ju thoje ti atyre? Unë kisha pas dëshirë mi thonë krejt fëmijëve me ambicie shumë të mëdha që mos u dorëzoni asnjëherë. Jeta ka shumë vështirësi, mundi me pas shumë sfida, po ëndrën e juve ndjekni gjithmonë, sepse në fund mundet më bo realitet, edhe me punën e juve ka më bo realitet. Tuana, faleminderit shumë që të patëm sot në këtë studio, së bashku me neve. Faleminderit edhe juve.